Edhe tash, ai marinari, që kështusisht e ka kalu kohën e përdeti, ja fillon me lexu Kur'anin, edhe kur e përmbyll Kur'anin, kërkon mu taku me një musliman. Mja bu vesh një pyetje. Muhamedi a.s. pejgamberi jon, a u hyp na herë në nije? Historia neve na thot që pejgamberi jon nuk u hyp në nije. Profeti kur nuk u hyp pejgamberi a.s. E ai thot kështu: nëse profeti ju nuk u kon detar, qa kum lexuar në librin e shajt juvin, i bjen që ky libër nuk ka mundësi me kanë dorën njeriu. Aq ma tepri një njeriu që s'pas ka njohuri rreth detit. Specifikisht që e ka fascinu është ajeti në surën Nur, ajeti 41. Feks. T'ja u lexoj në shqip juve. Se veprat e tyre janë si errësira në një det të thellë. Det të thellë, të cilin e kanë mbuluar dolg mi dolg, val mi val. Dhe mbi ato val, rat për dini, janë errësira njëra mbi tjetrën, errësirë mas errësire. Nëse nxjerr dorën ai, pa besimtari, nuk do ta sheh atë. Kurani fisnik, kështu thot, me thjeshtësu ajetin. Kurani mas pari tregon që në detrat e thella poshtë, jep me kuptu që atje nuk ka dritë. Ta shkenca na kanë ndihmu neve, dikon mbi 200 metra të poshtë, fillon errësira. Njeriu normal nuk mund me mrri atje përveç se me nëndetse. Do me thonë, Kurani dën me krahasu botën psikologjike të një babesimtari me errësiren e detit, që kjo është filozofia që sjell Kurani këtu. Qa po do me na thonë Kurani? Kurani po do me paraqit botën e brendshme të një njeriu që s'beson. Po tash po na bjen me një shembull interesant. Që kjo errësirë, sipas Kuranit, i pas ka dy arsye. Arsyeja e parë është rat për dini. Kur nër diell hi në rat, i nalin një pjesë të madhe të rrezëve të diellit. Edhe në evrejna kur o vran, do më thonë, erësohet edhe toka, lemo deti. Që kjo është errësira e parë. Errësira e dytë, kur thot Zoti val mbi val, errësirë mi errësirë, shtrohet një pyetje. Çka aludon Kurani këtu errësirë mi errësirë? Duhemi me vetë shkencën. Shkenca na thot kështu: drita i ka 7 ngjyra. Kur të binë që ato rrezet e diellit e dritës në deti, tani ja nisin secila i ka metrat e caktuma, kur ja nis me reflektu. Derin 30 metra shkon ngjyra e kuqe. Nër 30 metra, nëse e pren dorën, nuk e shet gjokun e kuq, se s'ka ngjyrë të kuqe nër 30 metra. Ky kanadezi thot me njëherë po du me ditë qysh mu bo musliman. Një liber i shajt i shekullit 7 me trajtu kaq thellë çështjen e detit edhe rrezëve të diellit ose ngjyrave të dritës, të cilat kur depërtojnë në det, fillojnë mu shtresu. Shtres mas shtrese derisa, domethënë, e hupin ndryshimin e tyre në thellësi.